Ndryshe, kur jemi te kapsullat, në paketimin që e kam unë në duar, janë 90 kapsulla, do me thonë, taman është një dozë që edhe rekomandohet gjithmonë edhe suplementet. 3 mujote. Cekëm edhe misionin e kalum që gjithmonë mendojnë atë dozën 3 mujore për me qenë mu pa efektet ma mirë. Kjo doktoresh për 90 kapsulla nëse pijen me rregull, ashtu si që përshkrujt edhe te këta persona ndihmon edhe në detoksikimin që po e thu, po edhe në heqjen e yndyrës të cilën fatkeqësisht edhe nuk do me thonë gjithçysh te obeziteti, po ata që pinë alkool, që e përmende e të tjerë mund ta kenë një mëlçi të diamosun. Po. Pavarësisht që jep nashta shenja klinike pak, po në një ultrazot të thjesht mund të dallohet. Pastaj edhe analizat laboratorike. Ndoshta bile analizat e para laboratorike janë ato të cilat na tregojnë për alarmin, po. E atëherë ndoshta kur depozitohet masa dhjamore shumë në mëlçi, atëherë analizat ndoshta janë edhe shumë shkojnë nivelet më të larta, domethënë të nivelit jo të rregull.